Dhe mos harrojmë një gjë që kjo e iranianëve ka dalë pak si boje në Shqipëri për një arsye të thjeshtë, sepse u para kur doli problemi i Akshit, që të gjithë kodet dhe të gjithë ndërhyrjet bëheshin nga vetë Akshi, nga personat e bandave kriminale që ekzistojnë në Shqipëri, që Rama i ka të tijët dhe bënte të gjithë veprimet i bënin vetë për të marrë ato tendaret e famshme me miliona euro, dhe përsëri ne jemi në situatë tepër të brisht për sa i përket elektronikës. Kështu që nuk më konvergon që tjetë iranianët kanë bërë një hakerim të kuvendit të Shqipërisë për të nxjerrë se kush janë vrasësit, këm bëjnë deputetet, apo tjetë gjë që ne i dim sepse janë gjitha në SPAK. E kuptoj. Pra ju thoni se ato aludimet shpesh që bëshin nëpër media nga sulmi i parë që u bë, thoshin që pra janë vetë pushtetarët ata që e bëjnë këtë gjë, nuk kanë bëj fare iranianët. Po patjetër, aq më tepër që ka grupin e Mancës, ai e komandon edhe ata me ata e desa i mban atje, i trajton atje në atë lloj mënyre që i trajton aq mirë, aq bukur, edhe po të shihni dhe një ndërhyrje në një farë kohe kur bën një repreziale gjoja atje në Mancë, që ata ndërhyrnin e bënin me hakerimet që i bënin. Pra edhe i mban shtëpi dhe të hakerojnë edhe të bëjnë. Po pse ndryshon, pse zhvendos ja hedh fajin iranianëve, për çfarë arsye? Pse pikërisht iranianëve, pse nuk ja hedh ku diun, afganistanezëve ose irakianëve ose ku diun? Dakord jam unë me këtë, sepse është ajo puna me gurt vras dy zogj. E kuptoj. Të bëj atë pjesën e presionit ka shi deputetëve të tij, me këtë lloj nxjerrje, pra unë di dhe komunikimin që keni ju njëri me tjetrin, apo nëpërmjet emaileve që ju dërgoni, gjëja e parë, dhe gjëja e dytë është ajo pjesa e tjetër pastaj që si vendi NATO-s ky pretendon që po sulmohet një vend i NATO-s. Sepse po ta veni re të gjithë politikën e tij tashmë, politik ta zbëjnë se janë politikan, po të gjithë atë drejtimin që tani bën, ky e bën gjithmonë, mundohet tashmë ta bëjë në favor apo t'i lëpihet më mirë, themi më mirë Shtetet Bashkuara të Amerikës, po të shihni edhe emrimet që bëri në vendosi 2 pastor, evangelistët, që janë evangelistët atje, tash i vëmë edhe ne pastorët këtu, e kuptoj se çfarë lidhje kanë pastorët që t'jenë ministra këtu, ne nuk di asgjë. Dhe ky kërkon tashmë që ta përdori këtë si një sulm i vendit NATO-s. E kupton, të jetë i gatshëm ky në çdo moment që do kërkohet që një vend i NATO-s sulmohet nga iranianët, atëherë jemi ne ai vendi që nëse keni pa ka dhe ca idiotizma të tjera ku deklarojnë nëpër media e këta portavoqet e Ramës kryesisht, po bien viktima edhe disa të ashtu quajtur general apo njerëz të cilët janë të ushtrisë, të cilët arrin thonë deri atë idiotësinë e madhe që Irani Shqipëria do sulmohet nga Irani me raketa. Kanë përshtypjen e kanë për shkak të frikës, apo nuk mendon se ka faktor frike këtu fare? Jo, kjo është një idiotizëm që thohet edhe kur e dëgjon nga këta analistë pastaj që as e kanë iden fare se sa është rezultati i sjelljes se po të solli nuk sjell do të vetëm një raket, normal duhet sjelli 3-4. Dhe nuk e kupton se sa është kosta e atyre raketave për të sjellë këtu dhe se çfarë vlere ka Shqipëria, se pas ka një grup aty në Mancë, se çfarë vlere ka Shqipëria. Por ky gjithmonë thash luan atë lojën e lëpirësit, jo pa qëllime e quajmë nuk korridorësh këtë, se prandaj kam vuar atë epitetin nuk korridorësh, sepse ky mundohet në çdo moment të futet në ato brimat, ato skutat, për të qenë i pranishëm, për të marrë vesh që të jetë i gatshëm ky në çdo moment, që ky dorëzohet në çdo moment, e kupton, dhe ta bëj Shqipërinë, do ta bëj Shqipërinë një vend i cili është i rrezikuar nga iranianët, edhe me që është lufta në Iran tash, edhe ne jemi ai vendi që do na sulmojnë iranianët. Çfarë kanë iranianët që janë luftë atje, e kupton, dhe pas kanë kohë me u marr
me u marrë me emailët e deputetëve tanë, a thuti se janë politikan të mirë fill. Këta janë ca pazargjinj, ca njerëz të cilët nuk kanë as dinjitet as karakter, do merret Tirani se çaj. Ta më tepër çojnë emailë e femnash se sa emailë politike. Emailë politike s'ka fare. Ose grupet kriminale ma bro këtë, i thuj këti gjyqtari, i thuj këti prokurori, ma bëj këtë, ma bëj atë. Nuk kanë ta, do me thëmë, politik nuk ka gjë që të ndikojnë në politikën globale apo rajonale, ne ndikojmë edhe të themi ne, apo jemi një vend që kemi një ushtri shumë të fortë, këtu çdo lloj rakete që mund të vi, këtu ne jemi të hapur se s'kemi asnjë lloj mbrojtje, ne s'kemi mbrojtje, ne s'kemi armë. Mbrojemi ne tani nga këta këta, por gjëja kryesore në momentin që e nxori Rama këtë lloj hakerimi e bëri pikërisht në atë momentin, thash 2 ditë para se të bëhet mbledhja e kuvendit e parlamentit, së kuvendit s'është ai, e parlamentit për të bërë atë votimin. Unë kam thënë që Rama do luajë çdo lloj guri, çdo lloj forme, mënyre për të mbrojtur Belinda Ballukun. Ja se do kalojmë pyetjen e radhës se kam për këtë çështje. Do kalojmë për këtë. Kjo është ajo një nga hapat e fundit që Rama mund të bënte presion kashi deputetëve. E kuptoj. Dhe siç po ju thoja, do kalojmë tani pak opinionin e audiencës tek politika shqiptare, vije më shumë për imunitetin e Ballukut. Rama, siç e përmendet, grupin parlamentar shprehu që nuk do ja heqim imunitetin Ballukut. Tani un kam një grup pyetësh që do t'i bashkoj në një. A ka Rama me Ballukun një pakt të fshet? A mos ndoshta Rama i dhimbset Ballukut se i duket robi mirë, njeri i mirë, kupton? Apo thjesht Balluku në thonjza politikisht e ka peng Ramën? Si e shikoni ju? Nga të dyja nuk është asnjëra. Po t'ishte thjesht si Balluku, thjesht si Belin, domethënë, si një ministër apo zëvendës kryeministri, ai do ta kishte shkarkuar në sekonda, ashtu siç bëri me Benametin. Por me Belinda Ballukun ndryshon pak situata, sepse duhet marr pak edhe në histori. Belinda Balluku nuk ka qenë për të qenë zëvendës kryeministri në mandatin e 4 të Ramës. Belinda Balluku është vënë me urdhër zëvendës kryeministri dhe ka qenë momentet e fundit kur është caktuar Belinda si zëvendës kryeministre. Dhe Rama tashmë nuk është pengë Belinda Ballukut, është pengë atyre që mbajnë Belinda Ballukun. Dhe Rama, unë kam thënë me kohë që qysh nga momenti kur Belinda Balluku doli nga spaku si e pandehur, unë deklarova dhe thash Belinda nuk jep dorëheqjen dhe Rama nuk ka këllçe për ta hequr. Dhe u vërtetua që Rama nuk ka këllçe për ta hequr Belindën. Dhe gjithë luftën që bën Rama nuk e bën, kjo më tepër të themi që është një luftë private e Ramës. Është private me ata që mbajnë Belindën, jo me Belindën, as me spakun. Se Rama e di shumë mirë që dosjet janë spak, e di shumë mirë se çfarë janë të shkruar në dosjet, sepse qysh nga drejtori më i thjeshtë apo deri te Belinda, emri i Ramës konvergon dhe shkon në të gjithë strukturat. Kështu që ai nuk është se është i trishnuar nga çfarë do të thotë Belinda në spak apo gjatë hetimeve se çfarë do dali. Në mënyrë absolute, ai ka hallin e kokës vet, ka hallin sepse do përplaset. Unë kam deklaruar që në atë kohë, nëse ky do shkarkoj Belinda Ballukun pa një vendim gjyqësor, se ky vendimin gjyqësor kërkon të thjesht për të justifikuar, atëherë do plasi lufta rrugës dhe ai kësaj trembet, nuk i trembet drejtësisë, nuk i trembet spagut, se ata i ka mbledh, domethënë. Ti bën një pyetje, ç'të kuptoni me luftën e rrugës? Luftën e rrugës, përplasja e bandeve, përplasja ikja e kokës së Ramës, pse ç'a? Ju duket një çudi e madhe? Ja që shohim pak si të paprekshëm, prandaj ju pyes. Ka ndërtuar mafia në shtet. Në mafia shtet ka ligje të tjera. Janë ligjet e rrugës pastaj që vendosin, nuk vendosin ligji i shtetit. Kuptojeni drejt. Nëse ti në organizatën e mafjes, nëse ti tradhton apo bën një veprim i cili bie ndesh me organizatën, ata të heqin qafet, dihet ajo punë. Dhe Rama kësaj i shmanget.
Dhe po ta veni re për shembull edhe opozita nuk e përmend kurrë që të thotë që Rama ka ndërtuar mafian shtet, megjithëse ky ka ndërtuar mafian shtet. Edhe opozita vetë po vazhdojnë të thonë tek narkoshteti, ngelin ke ajo fjala e narkoshtetit se mafian shtet nuk e përdorin dot. Edhe vetë opozita se përdor dot. Pra ka ajo frikën e vet nga krau tjetër, patjetër. Kanë frikën e vet sepse janë gjithë për lirë. Unë jo pa qëllim kam thënë që ne kemi një politik, kemi të quajtur politikan, por nuk janë politikan, këta janë pazarxhi, këta janë parapolitik. Këta janë vetëm me pazare, këta nuk kanë bërë ndonjëherë politik në Shqipëri. Po të kishim bërë politik në Shqipëri, Shqipëria do ishte ndryshe. Rama për shembull nuk në gjithë takimin që bëri me grupin parlamentar, absolutisht nuk tregoi asnjë gjë për sa i përket email-it që i ka ardhur Ramës, kthehemi prapë te iranianët, email-it që i ka ardhur Ramës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet kësaj zyrës tregtare, dhomës tregtare të amerikane, për sa i përket portit Durrësit. Okay. Jo kam thënë që porti Durrësit do jetë ai që do e haj kokën të gjithëve dhe përfundimisht emaili që i erdhi Ramës apo thënie që i erdhi Ramës për sa i përket portit Durrësit për ta anulluar të gjithë tendrat, të gjithë veprimet që bëhen në portin e Durrësit, sepse prek strategjinë, prek sigurinë e NATO-s në radhë parë dhe Shtetet e Bashkuara. Pa llogaritë pasaj. E prek sigurinë e NATO sepse mund të ketë kapital rus? Po, atje ka kapital rus, Kinez, Al-Qaeda, gjithë janë atje.